Mashtronte udhëtarët me agjensinë turistike Just Travel, dënohet me 3 vite e 6 muaj burg Junida Fortuzi, bashkëshortja ish futbollistit të Tiranës Indrit Fortuzi. Dënimi është dhënë nga gjykata e Tiranës me akuzën e mashtrimit më shumë se një herë ndaj Junida Fortuzit, ndërsa akuza e mashtrimit me pasoja të rënda është rrëzuar në gjykat. Ky vendim është dhënë nga gjyqtarja Vjollca Spahiu në dhomën penale të Tiranës, aty ku bashkëshortja ish futbollistit të famshëm është gjykuar në mungesë. Për çiftin Fortuzi, hetimet nisën nga policia e Tiranës 2 vite më parë, aty ku u depozituan ndaj tyre me 10 kallëzime për mashtrime. Sipas hetimeve, rezultoi se ish futbollisti i njohur ndryshe edhe me epitetin Zogu i Tiranës në futboll së bashku me gruan e tij, e cila ishte administratore e Just Travel, mashtruan qytetarët duke përfituar mijëra euro në këmbim të udhëtimeve që si realizuan kurrë. Aktualisht Indriti së bashku me të shoqen janë larguar jashtë vendit, ndërsa në gjyq si e pandehur u dërgua vetëm Junida Fortuzi dhe ndaj futbollistit hetimet u veçuan. Prej më shumë se 2 vitesh ata rezultojnë se janë larguar jashtë vendit dhe ende mbetet mister destinacioni se ku qëndrojnë pasi u larguan nga mashtrimet dhe borxhet e akumuluara në Tiranë.